Kjo është për televizionin Dugagjini, është ekskluzive, se unë kur s'kam dalë me def, edhe pse që nga mosha 20 vjeçare mire me def edhe me kanunin I bi, po se kam ta akërduar. E unë do ta për ndryshe këndoj kur këngë fetare, është himni I muslimanëve, sikurse që kanë ato Christmasit. Edhe kjo është në të gjitha gjuhët e botës, po unë do ta marr origjinalin edhe në gjuhën shqipe. Po do të lutem shumë knaçi. Kjo është një strofa. Një interpretim shumë bukur, a? I thjesht, modest, po me mundësi. E tashna kemi edhe 2 zarfa për krejt në fund. Hajde për hajde. Ka diçka këtu që ndoshta juve ju ngjall pak një kurreshtje. Një zarf është për juve, edhe një zarf është për juve. Ngjyra e kuqe, çfarë do të thotë në fe para se me hap? Ka ndonjë domethënie para se me hap? Po, para se me hap. Ngjyra e kuqe është ngjyrë e dashurisë, e flaktë ndaj Zotit, ndaj krijesave të Zotit. Gjithashtu është edhe ngjyrë e sakrificës, është ngjyra që më shumë pëlqen kur dua të inspirohem, I pas keni prunë zarfet kuq, sepse Imam Huseini e ka shkruar historinë e tij me gjakun e tij të kuq. Hajde I hap. Në Kerbela. Hajde Tamam për të dy dashuruar. Po. Filloj me Iqbalin. A mendoni se reality show si Big Brother është duke promovuar degenerim në shoqëri? Me po ose jo? Jo. Jo, sepse ato gjana I kemi edhe në jetën e përditshme, por mundet me qenë si shembull për të keq apo për të mirë, po jo I tëri.